Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup ka reaguar ashpër ndaj raportimeve të pasakta të cilët pretendojnë se ambasadori amerikan po ndërhyjë në punën e Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Nënvizojmë me shqetësim raportimet e pasakta në vazhdimsi që pretendojnë se ambasadori amerikan po ndërhyjnë në punën e Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Nuk është koha për lajme të tilla falso apo për konspiracion. Na lejoni të theksojmë se ambasadori amerikan as që është takuar, as ka vizituar, apo ka ndërhyrë të dikush në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin të drejtën e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë për një proces demokratik të hapur, transparent dhe të përgjegjshëm. Kjo përfshin edhe rishikimin e ankesave sipas ligjeve të Maqedonisë, thuhet në reagimin e lëshuar për shtyp nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup. Ndryshe gjatë ditës së dieshme janë përhapur lajme sidomos nga portalet proqeveritare se kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor është indikuar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndryshuar rezultatin zgjedhor.